Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet e vërteta e vrasjes së Valeria Marquez, motivi që fshihej pas dhuratës me lule. Bota e rrjeteve sociale ende nuk është rikuperuar nga tronditja që shkaktoi vrasja brutale e Valeria Marquez, influencueses 25 vjeçare meksikane, dhe tani dalin në dritë detaje të reja shokuese që mund të zbulojnë motivin e vërtet pas këtij krimi kaq të ftohtë. Ngjarja ndodhi në datë 13 maj 2025 në ambientet e sallonit të saj të bukurisë Blossom Beauty Lounge në Zapapon, ku Valeria po bënte një transmetim live në TikTok dhe në video, vetëm pak sekonda para tragjedisë, ajo u shpreh me shqetësim: "Kjo dhuratë nuk më pëlqen, më duket sikur po më ndjekin." Menjëherë pas kësaj, një person i maskuar hyri në sallon dhe e qelloi me 2 plumba në kokë dhe në krahëror, duke i lënë të vdekur në vend përpara syve të qindra ndjekësve, të cilët po e ndiqnin live. Dhurata fatale kishte një mesazh të fshehur. Sipas raportimeve të fundit të policisë, personi që dorëzoi dhuratën, një buqet me trëndafila të kuq dhe një zarf të mbyllur, ishte i njëjti me autorin që e qelloi më vonë. Brenda zarfit është gjetur një letër me mesazhin: "Nëse nuk më do, askush nuk do të ketë." Kjo ka ndryshuar tërësisht drejtimin e hetimeve, duke hedhur dritë mbi një krim pasioni të dyshuar me motive xhelozie dhe obsesioni. Pra bëhet fjala për një lidhje të errët të së kaluarës së Valerias. Burimet flasin për një ish partner të dhunshëm, me të cilin Valeria kishte qenë në një marrëdhënie të shkurtër në vitin 2023. Familjarët e saj kishin shprehur shqetësime për kërcënime që ajo kishte marrë edhe më parë, por nuk kishte bërë kallëzim penal nga frika e ekspozimit mediatik. Ndërkohë, autoritetet po ndjekin një pistë serioze që lidhet me këtë ish partner, i cili rezulton të jetë i zhdukur që prej ditës së krimit. Ndjekësit e Valerias kanë shpërthyer në protesta virtuale me hashtagun Justice for Valeria, ndërsa figurat e njohura publike në Meksik kanë kërkuar hetim të thelluar dhe ndëshkim të autorëve. Rasti i saj po kthehet në simbol të dhunës ndaj grave në Amerikën Latine, veçanërisht ndaj vajzave të ekspozuara në rrjetet sociale.